ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Çfarë është ky mohabet do jep dorëheqje? Ne morëm 83 mandate në qershor apo e keni harruar? Ha pra, çfarë dorëheqje për çfarë? Dorëheqje për akt deri tani. Inshallah s'po e prish. Ambrësëmet nga Syri Televizion. A i keni kërkuar zëvendës kryeministres tuaj Belinda Balluku që të zhvillojë një takim me Ram Gecin, përfaqësuesi një kompanie private në gusht të vitit 2021. I referohem një episodi, në fakt në Dolçen e Spa, ku thuhet në komunikimet që janë gjetur mes Ballukut dhe shtetasit e Vis Berberi, në datë 24 gusht 2021, shtetësja Belinda Balluku i dërgon mesazhin shtetasit e Vis Berberi duke i thënë KM më kërkoi të takoj Ram Gecin. Si shpjegohet që 3 muaj, gati 3 muaj pas këtij mesazhi, kompania e këtij shtetasi, Geci SHPK, ka fituar tenderin për ndërtimin e rrugës Porto Romano Durrës, loti 3, megjithëse kishte paraqitur një ofertë miliona euro më të lartë se të paktën 4 kompani të tjera në garë. Bëj edhe një tjetër, se nuk rriti. E bëj edhe pyetje tjetër. Jo, nuk do të fokusojmë nga kjo temë. Jo, po s'ka tjetër pastaj. Nuk ka tjetër më. Kam edhe një pyetje për tunelin e Llogaras. Pse i keni takuar përfaqësuesit e kompanisë turke në Ankara 2 muaj para se ata të shpalleshin fitues të tenderit? Okej, faleminderit për të dyja pyetjet. Nuk po i kthehem prap komentit përgjithshëm që bëra lidhur me sa gabim është, po nuk është gabimi juaj në këtë rast, që të shkëputen flet e të shkëputen të dhëna nga një dosje hetimore dhe të hidhen në publik edhe pastaj të zihen, nuk po kthejmë komentet përgjithshëm. Por po përgjigjem direkt. Ram Geci është një njeri për mua i nderuar, i respektuar, një ndër ata që krijojnë punë dhe punësojnë njerëz, ushqejnë familje të tëra në Republikën e Shqipërisë. Dhe që unë t'i them ministrave tako këtë, tako atë, unë këtë nuk e di për Ram Gecin në atë rast, po e bëj për Ram Gecin, e për gjithë shokët e Ram Gecit, sa herë është nevoja. Dera ime është e hapur. Kryeministrat që ta dini ju, kolegët e mi, ju gjimojnë nga mbrapa si përmarsve dhe ka disa prej tyre që harxojnë pjesën më të madhe të kohës pikërisht duke folur me ta, duke i thënë çka keni nevojë, duke i mbështetur etj. etj. Kështu që unë të kem thënë tako Ram Gecin, kjo s'ka asnjë çudi se për Ram Gecin mund të jem interesuar jo një herë, po një 10 herë kur ka pasur nevojë të ketë kontakte për probleme të tjera. Kjo nuk diskutohet fare dhe se kam fare problem. Kam takuar përfaqësuesit e kompanisë turke, unë kam takuar përfaqësues kompanisë pafund. I kam takuar që të shkeme atë punë, i kam thënë që të shkeme atë punë, hajdeni në Shqipëri, pa tjetër. Kjo është detyra ime. Po nga kjo, tek pjesa që pas 3 muajsh fitoj tenderin dhe pastaj komenti, e fitoj me çmim, e fitoj pa çmim, këto pastaj janë si ato të zhvejkut. Unë jam kaq vjeç, mora rrugën për Durrës, sa vjeç ishte gjyqja ime. Këto unë pastaj nuk hy këtu. Dhe përsëri e them, nuk është edhe në këtë rast, unë ti e di që unë me zipres të kap ty ngabim, po nuk është prap faj yt, por është mënyra se si argumentohet në këtë vend. Dgjoni këtu. Prokurinë publike, Shqipëria në prokurinë publike është njëshi në rajon. Njëshi. Komisioni ynë i prokurinë publike ka marrë vlerësime ndërkombëtare nga më të ndryshmet. Kryetari i Komisionit Prokurinë Publike është personalitet ndërkombëtar në fushën e prokurinë publike. Ju ngrit akuzë, e dini ju që ju ngrit akuzë. Dhe ju ngrit akuzë
një javë përpara se sa të hynte në garë për tu rizgjedhur. Ndërkohë që po të shikosh shifrat, si kam këtu me vete, të punës së komisionit, dhe të shohësh se dhe të Agjencisë për Prokurorinë Publike që drejton negociatorja tjetër, që janë dy institucione të vlerësuara ndërkombëtarisht shumë për gjithë transformimet që kanë ndodhur. Nuk po them emra, po them që skuadrat të prokurimeve publike të rajonit vinë në Shqipëri për të parë këto dy agjenci. Ju ngrit akuzë. Dhe u pengua fatkeqësisht të hynte në garë për të rizgjedhur. Një aset, mbaruar shkollën me medaljare. Tani unë nuk I hy komenteve pse si qyshtek. Por duhet të them këtë, që të gjykosh tenderat nuk është kaq e thjeshtë, po të ishte kaq e thjeshtë nuk do kishte nevojë as për ekspert, nuk do kishte nevojë as për komisione, këto gjykime mund t'i bënin deputetët. Mund të merrë një ignorant nga Parlamenti I Shqipërisë edhe t'i thuaj zgjidhe ti këtë punë. Ishte çmimi, si ishte çmimi, më shtrenjtë më aty, ato janë kaq komplekse sa që unë as hy ndonjëherë që të kuptoj më shumë, sepse çdo procedurë ka të vetën. Kështu që I foli Ramgeci, I thash po, Ramgeci numëro, nuk e di unë se sa mund t'jenë, ata që unë marrë në telefon. Unë nuk kam ndaluar askënd të takoj. Kam bërë, jo. Është e pavërtet kjo. E vërteta është që takimet bëhen takimet regjistrohen, në kuptimin do më shënohen që u takua. Edhe shënohet e tema, nuk është kështu. Dhe po ju them përsëri, unë kam takuar dhe do të takoj këtë të më doj e bardha zemër dhe këtë të më doj e mira mendje. Këtë më doj, unë takoj. Njeriu nuk mund kur të fajsohet apo të dyshohet për këtë takon. Kur. Edhe një herë, po të lutem. Kuptova, ma the një herë, ma the dy herë, tani mos ju kthe zakonit vjetër, sepse nuk jemi duke bërë debat bashkë, të shpjegova që po të ishte kaq I thjesht leximi I tenderave, nuk do kishte nevojë as për njerëz specializuar, s'do kishte nevojë as për trajnime, s'do kishte nevojë as për administrat, s'do kishte nevojë për asgjë tjetër. Kështu që të lutem shumë, mos hym në këtë. Nuk ke fajti kur edhe prokuror apo gjë të caktuar I hyn këtyre maleve duke kaluar pyetje pas pat kur I thon fjalës edhe bëjnë lidhje që nga një herë janë fiksi ato të zhvekut. Por kjo është një çështje ekspertize, ka Shqipëria ekspert, merren ekspert, shohin ekspert, unë nuk I them njeriu kur tako këtë dhe bëj një gjë të palishme. Po tako këtë, se ka një problem me këtë agjensi, a ka një problem me këtë agjensi, unë e bëj gjithë ditën e ditës. Ne kemi ngrit një platformë tërë të bashkëqeverisjes për tako këtë, tako atë, sepse njerëzit ka nevojë për ndihmë, patjetër. Shqyqyr Zotit, 95% shërbime publike nuk I kemi më me njerëz, sepse I bëjnë nga I Albania. Po ka pjesë që duhet të takohen, po sigurisht duhet të takohen. Nuk marr dot letrën këtu, se marr dot letrën atje, më pengon ai, patjetër. Kjo është puna ime. Takohen e ke takuar. Të lutem se s'po tjetër. Edhe një herë tjetër. Po flas flasim. Po mirë më dakord. Ja pra kjo është tenxheria pra. Po flasim për gjëra krejt të ndryshme bashkë. Krejt të ndryshme. Krejt të ndryshme. Më pyete
a i ke thënë, a kujtohet që i ke thënë, të thash, nuk mbaj mend eksaktësisht këtë, po Ram Geci është një njeri që e ka telefonin tim në dispozicion 24 orë në 24, siç e kanë të tërë ata që krijojnë punë dhe japin punë Republikën e Shqipërisë, se unë nuk jam këtu një hu gardhi, po jam këtu pikërisht për të mbështetur, për të ndihmuar, për të nxitur të gjithë. Jo për t'ju dhënë tendera, as për t'ju dhënë gjëra që nuk ju takojnë, as për t'ju thënë jepi këtij, jepi atij, por për t'i mbështetur. Kuptove? E kam takuar kompaninë turke, kam takuar shumë kompani turke, kam takuar edhe të kompani dhe i takoj të gjitha kompanitë dhe nuk dua të di fare se çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri. Dakor? Këtu jemi në një territor që unë nuk kam dëshirë të hy, sepse pastaj e përsëris i bie që unë të futem në tenxhere. Unë në tenxhere nuk hy. Juve mund më fusni në tenxhere, po jo në prezencën time. Kur unë nuk jam, juve e bëni këtë, më fusni në tenxhere, më përziheni me gjithë llojet e ingredientëve, më nxirrni të zi, më nxirrni të kuq, më nxirrni të djegur, më nxirrni të kalbur, më nxirrni si doni. Këtu unë në tenxhere nuk hy. Përgjigjen ta dhash, të falenderoj. Kush e do mikrofonin? Po. Ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Çfarë është ky mohabet do jep dorëheqje? Ne morëm 83 mandate në qershor apo e keni harruar? Ha pra, çfarë dorëheqje? Dorëheqje për çfarë? Dorëheqje për Akshi. Akshi është një institucion krenarie, kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prapë.